Çfarë mund të ndodhë kur duhet të transferoheni dhe të shkoni të jetoni në vendin e origjinës së familjes tuaj? Ndoshta ju duhet të largoheni për shkak të rregullave të shtetit ku ndodheni aktualisht, ose sepse prindrit tuaj kanë vendosur të kthehen. Mund të ndjeni emocione të ndryshme. Por të udhëtuar ju duhet një pasaportë. Një person nga qeveria e vendit të origjinës së familjes tuaj mund të takohet me familjen tuaj për të kontrolluar nëse informacioni për pasaportën tuaj është i saktë. Mund të qëndroni në të njëjtën godinë me familje të tjera, që gjithashtu po presin të udhtojnë. Këtu mund të merrni çdo gjë që ju nevojitet. Kur të vi momenti i udhëtimit, ju dhe familja juaj do të shkoni në aeroport me fugon. Do të uleni bashkë me familjen tuaj dhe njerëz të tjerë që po udhtojnë drejt të njëjtit destinacion. Styuardesat do t'ju ndihmojnë të qëndroni të sigurt dhe do t'ju asistojnë nëse keni nevojë për diçka. Kur të mbërrini në vendin e origjinës së familjes tuaj, do të dilni nga avioni së bashku. Një person mund t'ju ndihmojë të udhëtoni nga aeroporti drejt vendit ku do të qëndroni. Do të duhet pak kohë për të përshtatur me situatën e re, por kjo është e natyrshme. Mos harroni se familja juaj mund t'ju ndihmojë. Për informacione të mëtejshme,